Largoni ngjyrën e verdhë të djersës nga rrobat falë këtij përbërësi që gjendet në kuzhinën tuaj. Ne të gjithë kemi rroba të bardha në dollapin tonë që kemi blerë për takime të rëndësishme ose gjatë ditëve të verës, por me kalimin e kohës ato kanë krijuar një nuancë pak të verdhë. Nëse nuk jeni të qartë për mënyrën se si t'i bëni përsëri të bardha, mund t'ju ndihmojmë në këtë video. Pasi t'i keni larë rrobat tuaja, varni ato jashtë dhe i lini në diell që të bëjnë tharjen. Rrezet e diellit do të zbardhin veshjet tuaja pa erë dhe në mënyrë të shpejtë. Kjo ndodh sepse rrezet ultraviolet të diellit thyejnë në lidhjet kimike të njollave. Lëngu i limonit është një zbardhues i shkëlqyer që mund t'i japë rrobave tuaja zbardhim, nëse nuk keni përdorur një agent kimik zbardhues. Përzieni gjysmën e një filxhani lëng limoni në një shishe me ujë të nxehtë, i përzieni mirë dhe i lini rrobat tuaja në këtë përbërje për 1 orë ose edhe gjatë natës. Hiqini rrobat nga përzierja dhe derdhni pjesën tjetër të lëngut në makinën larëse dhe vazhdoni larje normale.